Policia e Vlorës arreston një 38 vjeçar për vendosjen e zjarrit në zonë e Pyllit të Sodës, ndërsa ka vendosur në rrezik edhe disa banesa aty pranë, në vijim të veprimeve hetimore për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve të zjarrvënies së qëllimshme apo edhe atyre nga pakujdesia. Strukturat e Komisariatit të Policisë së Vlorës kanë arrestuar shtetasin me iniciale EI, 38 vjeç, banues të lagjen 24 maj. Sipas policisë, ky shtetas në dy raste të ndryshme, konkretisht në datën 30 qershor 2025, rreth orës 20:50 minuta, dhe sërish në datën 1 korrik 2025 rreth orës 12, ka ndezur zjarr në mënyrë të përsëritur në një grumbull mbetjesh urbane në vendin e quajtur pika e grumbullimit të inerteve në Jallitën Artës, duke shkaktuar ndotje të ajrit dhe të mjedisit, si dhe duke rrezikuar me përhapjen e flakëve qendrën e banuar përreth në Pyllin e Sodës, një zonë kjo e mbrojtur. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë për veprën penale ndotje e ajrit, parashikuar nga neni 201 i Kodit Penal. Ndërkaq, në lidhje me këtë ngjarje dhe këtë arrestim, ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Në një postim në rrjetet sociale, kryebashkiaku Dredha thotë se referuar ngjarjes më të fundit të zjarrvënies së qëllimshme në Nart në mënyrë të përsëritur, rast tashmë identifikuar dhe i kapur në flagrancë nga policia, ju bëj thirrje të gjithë banorëve të Vlorës së pari të jenë të kujdesshëm, sepse çdo pakujdesi mund të shkaktojë zjarre, por edhe të denoncojnë çdo dyshim apo rrethan zjarrvënie që dëmton banorët, turizmin dhe imazhin e qytetit, shpreh ndër të tjera kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha.